Derisa gjykimi ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit po shkon drejt fazës përmbyllëse, mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës ka kërkuar lirimin e tij të përkohshëm nga paraburgimi, duke ofruar dhe një dorëzani prej 50.000 eurosh si garanci për respektimin e kushteve të mundshme të lirimit. Megjithatë, zyra e prokurorit të specializuar e ka kundërshtuar këtë kërkesë duke vlerësuar se arsyet për mbrojtjen e Thaçit në paraburgim vazhdojnë të ekzistojnë. Sipas përgjigjes së dorëzuar nga kryeprokuroria specializuar Kimberly West, nuk ka ndryshuar asnjë nga rrethanat që kanë justifikuar deri më tani mbajtjen e Thaçit në paraburgim, ndërsa theksohet se ecuria e shpejtë e procesit gjyqësor mbështet vazhdimin e kësaj mase. Përparimi i vazhdueshëm dhe i shpejtë i këtij procesi gjyqësor përfshir afatin kohor për çdo mocion përfundimtar lidhur me provat, gjithashtu mbështet vazhdimin e paraburgimit të Thaçit. Avokati Ardian Bajraktari vlerëson se kundërshtimi i prokurorisë është pjesë e procedurës dhe se vendimi përfundimtar i takon trupit gjykues. Ai thekson se në këtë fazë të procedurës gjyqësore duhet të zbatohet parimi i trajtimit të barabartë për të gjithë të akuzuarit. Kërkesa mbrojtjes së zotit Thaçi për lirim nga paraburgimi duke ofruar dazani dhe gatishmërinë për të plotësuar kërkesat e gjykatës është e bazuar dhe për më tepër vlerësoj që e njëjta duhet të aprovohet. Sipas Bajraktarit, tani bara i takon trupit gjykues që të vlerësojë nëse rreziqet e pretenduara nga prokuroria vazhdojnë të jenë konkrete dhe nëse kushtet e propozuara nga mbrojtja janë të mjaftueshme për të mundësuar lirimin e përkohshëm të Thaçit deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Hashim Thaçi ndodhet në paraburgim në Hag që nga nëntori i vitit 2020, pasi dha dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës, menjëherë pas konfirmimit të aktakuzës nga dhomat e specializuara. Në të njëjtën procedurë, atë që ndalitet me pengimin e administrimit të drejtësisë, gjithë personat cilët janë në këtë cilësi, është aprovuar kërkesa, prandaj vlerësoj që është e arsyeshme. Gjykimi ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës nisi më 3 prill 2023. Pas përfundimit të paraqitjes së provave nga prokuroria dhe mbrojtja, procesi tashmë ndodhet në fazën përmbyllëse, ku pritet paraqitja mocioneve përfundimtare dhe më pas vendimi i trupit gjykues. Në këtë fazë, mbrojtja e Thaçit ka kërkuar lirimin e tij të përkohshëm, duke ofruar dhe një dorëzani prej 50.000 eurosh, kërkesë e cila është kundërshtuar nga zyra e prokurorit të specializuar. Pjesëtari i njësitit të reagimit të shpejtë në policinë e Kosovës.